Me ardhjen e mërgjimtarve është rritur edhe sasia e mbeturinave në Tetov. Në terren shihen koshat e stërmbushur të cilët mbajnë erë të rënd, ndërsa mbledhja e tyre siç duket po bëhet me vonesë. Qytetarët kërkojnë reagim të menjëhershëm dhe pranim më të madhe të ekipeve në terren. Tash temperaturat janë mbi 30 gradë Celsius, ato duhet të punojnë 24 orë ditë, firma austriake duhet të punojnë me pagesat si bëjnë. 50% i paguajnë këto detyrimet e pastrimit të qytetit, gjysma tjetër nuk i paguajnë, pa ku ke parti? A pare për dasma kemi, për shëtitje anej knenj, për ditët e fundjavës e për pushimeve, ato i kemi. E për veshmbathje, për muzik, në për dasma kret ato i kemi, ati paguajmë, detyrimet ndaj komunës komunale ose ndaj pastrimit të qytetit, ato si kemë. Jemi të kënaqur për atë se, organizimi nuk e ka nivelin e duhur. Edhe unë besoj se edhe finansat nuk janë të përshtatshme, me të vërtet. Far pasrëve, s'far qytet kjo sot qytet kjo fajtë. Po mirë, kryesore në krahasim me qytetet tjera të cilat janë shumë përllomta, qyteti mirë është. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, e pranon gjendjen e rënduar në terren, duke u kërkuar qytetarëve më shumë kujdes gjatë bartjes së mbeturinave nga shtëpitë e tyre deri te kontejnerët. Sipas statistikave që i kemi gjatë kësaj periudhe, dyfishohet sasia e mbeturinave që duhet të transferohet në stacionin, në deponinë rajonale në Rusino. Ne lusim në të njëjtën kohë që qytetarët të jenë më të kujdesshëm gjatë bartjes së mbeturinave nga shtëpitë e tyre deri tek kontejnerët. Po ashtu ne jemi në komunikim të rregullt edhe me ndërmarrjen Sabërmajer që bën menaxhimin e mbeturinave që të shtojnë, edhe të rritin frekuentimin e grumbullimit të mbeturinave. Kemi edhe përmes aplikacionit ku qytetarët nëse ka ndonjë lokacion ku janë grumbulluar më shumë mbeturina, e denoncojnë dhe ka edhe aksione të jashtë asaj që kanë me program ndërmarrje Sabërmajer. Ndryshe nga muaji qershor, qytetarët paguajnë 20% më shtrenjtë për faturat e mbeturinave. Goditjen nga shtrenjtimi nuk e pësuan vetëm amvisrit, por edhe bizneset, të cilëve faturat u janë rritur me plot 50%.